gjenden qytetarët e Kosovës në këtë mes. Mustafa, mirë se erdhe, kënaqësi me të pas këtu. Gjithë, faleminderit. Do të flasim pikërisht për atë që e thash pak më herët, ndoshta po e fillojmë se si e shpjegon pak a shumë këtë rritjen, që fillon ndoshta nga nafta, po që mandej po merr mbrapa vetës edhe shumë sfera tjera. Mëse këto tema, zakonisht temat ekonomike janë, si me thonë, jo depresion, po ta krijojnë një farlloj këtim veti. Do të tentojmë që këto ta kthejmë pak kështu në relaks, që ndoshta e ka të mirën e vet që nuk lëvizëm shumë me vetura, ecëm më shumë. Ndikon shëndetin tonë, kështu që tash dhe këto kushte do të me tentu me zgjedh vetveten. Ashtu njeriu është i krijuar që, si me thonë, fleksibilitetin e ka kështu në vazhdimsi, kështu për çdo situatë din më përshtat, edhe vlerësoj që edhe në këtë rast, përderisa po lëvizëm me vetura, përderisa ka trafik, pra është në diçka që qytetari dhe bizneset po përballojnë, dikur thotë po nuk e kanë patjetër, po në ekonominë momentin që nuk e ki, do thotë nuk e ki anën financiare për ta furnizuar veturën, në atë momentin dalësh dhe gjej një alternativ tjetër që mos me lëviz. Kështu që përderisa ka njerëz që lëvizin me vetura dhe në fakt na u ka mbi ngarku trafiku, do të me marrë diçka që ende e përballon qytetari. Tash sa përballon është diçka tjetër, por që a ka efektin e vet, derivatet është e natyrshme, por do ta kem qartë që kjo është e pranueshme për realitetin ekonomik të Kosovës, për faktin që derivatet janë import. Kosova nuk është e njohur për pasurinë toksore në cilësinë e derivateve, kështu që ne jemi të orientuar në import. Për mua do të ishte jo e mirë disa prodhime tjera që kështu mund të më mbulu, por të rasti derivatet është diçka që janë varme dhe tash ky realitet na varmi. Ne nuk mund me ndiku asë në kriza botërore, po nuk mund me ndiku asë në çmim, sepse jem shtet i pa përfillshëm nga ana ekonomisë botërore dhe gjeostrategjisë botërore, kështu që kreçka është dashur me bë shteti dhe qeveria e Kosovës është pjesën e taksave, tatimeve, lehtësimeve biznesore, lehtësimeve doganore, që tek e fundit me një udhëzim administrativ, me një diçka deri në një moment caktuar, me një farë mënyrë me lehtësu dëbërit e ekonominë e vend, po si duket ma shumë po i kanë vetëm anën deklarative institucionet relevante, për jo diçka me marrë hapa konkret, tani po ashtu edhe spekulimi dhe abuzimi bizneseve, tek pjesë e fryrjes së çmimeve, ma tash se cili qytetari e ka mësu këtë farllaje sjellje tyne, do thotë keni Barcolet që ende pa raketa parë, pa prejkë në tokë rreth çmimi naftës, kështu që më në me marrë me me çfarë shpejtësie e rrisin çmime, dërsa tash kur flasëm, pra ka tentim të zbritjes së çmimit të naftës për fuqi, por kur flasëm për çmimet aktuale në vend janë të fryra, kështu që në këtë drejtim është dashur që institucionet relevante përmes inspektoratëve të caktuar, ata përcjellin tregun, nuk po them që me prek ekonominë e tregut, por kur shihet që ka një fryrje të çmimeve, do thotë artificiale, normal që do të mbrohet konkurenca lirë, do të mbrohet konsumatori, por që ndoshta me një këtë pjesën se sa probleme kanë, ndoshta tash edhe po të i përcjellsh ka shumica që nuk kanë as borde, pra janë me ushtrues detyre, një pjesë e madhe, kështu që për fat jo të mirë po jetë në atë kuptimin në fatën edhe mëshirën e biznesit, ndërsa kur flasim tek bizneset që do të jem shumë real, prej biznesit mos prit mëshirë, sepse qëllimi i tij është fitimi i tij. Po momente i shfrytëzojnë. Kështu që tash nuk mundet me qenë shoqat humanitare biznesi. Kretë çka dohet, është natyrshmëri e tina, ndërsa kush do t'i kryej detyrat, janë institucionet relevante që nuk po i kryejnë, po edhe institucionet relevante mos tim këtë pjesën politike, ndoshta si mos me keq jemi, kur flasim tani. Po, kemi mbet. Pra, do thot, përderisa bota është orientuar për shembull në logjistikën,
ka atë farë në botërore që mos po përshkallëzohet lufta botërore, ndërsa ne ende sikur se ti shumë një planet ke tjetër, diçka na duket normale dhe ne ja ka kriju vetës këtë komoditet politika aktuale, sikur se nuk po ndodh asgjë përreth ose në botë, por mirën me këto fiskultura politike që për mu kam drejt me gjyku që nuk është në rregull, por që e kim këtë gjendje çfarë e kim. Po mirë, si po ndikon direkt në tregun e Kosovës, tek qytetarët, dhe në këtë epokë ku ka alternativa të tjera, epokën e energjive alternative, pse po ka kaq shumë efekt rritja e çmimit të naftës? Mund të marrë me mend që nuk edhe po ta ndalësh furnizimin me derivate, me një farë mënyrë kolapson ekonomia. Sepse mund të marrë me mend çdo sent tani duhet më ju kthy, do thotë, s'më thonë alternativa tjera, që dikush mund të thotë po tash ka edhe vetura me energji elektrike, po ato as 1% as është e papërfillshme. Ajo është që, e sidomos makineritë mëdha që në fakt e kanë efektin ekonomik në industrie, në bujqësie, në lëvizshmëri, maunat, ajo është për deri më tani, është nuk ka funksionu deri më tani. E pa imagjinueshme që të kthehet për momentin, ndoshta arritën kapacitetet që edhe maunet të mëdha me lëviz përmes këto solares, por deri më tani jo, dhe është tregu që kanë pas shumë probleme së atë pjesën, se nuk e nja, por kur flasë efektin ekonomik, pra ka efekt ekonomik në transport, pra është diçka që të kurrët aktiviteti i transportit, që mundet me ndiku në zhvillim ekonomik, po ashtu mundet me pas ngritje të çmimeve të shërbimeve, për shembull të busa urban, taksit gjitha, po ashtu mundet me pas ndikim në bujqësi, sepse rritet kosto për prodhimin e bujqësisë, sepse gjitha makineri që do ta punoj, do thotë tokën, do thotë rritet kosto që mundet me dalë si prodhim final me një çmim më të lartë, ose mund ta rëndoj bujkun që me një farë mënyrë me dalë, do thotë me çmime shumë të rrezikura për nga fitimi, sepse qëllimi edhe aty është ata të fitojnë. Po ashtu edhe industria e rënë, për shembull ndërtimtaria, gjitha këto varet, sepse nuk mundet diçka me lëviz pa transport, kështu që ka efektin jashtëzakonisht madh. Aq më shumë do thotë inflacioni tani si tërësi që i prek të gjitha, sepse kur themi derivat qita, ju rritet koste. Ta shte i ki me një farë mënyrë rritet çmimet të dy fesh për faktin që është në start, ju rritet kosta biznesa. Ose dhe ne si qytetarë që furnizojnë veturat tona me derivata, por ne na rritet kosta shportës së konsumit, sepse në momentin që ne furnizojmë në marketa apo kotadion, nëse për shembull edhe çmimi i bukës e gjitha, këto që në start me njëherë rrisin çmimet se me një farë mënyrë rritet kosto e prodhimit ose e shërbimit. Kështu që në këtë drejtim, pra efekti i dominës që quhet në ekonomi një rrezot, gjitha shkojnë mbrapa saj, kjo është shumë e pranueshme dhe është fakt të dëshmuar në vazhdimsi, ndoshta në këtë pjesë edhe mos me qenë ekonomist mund ta kupton, sepse tek e fundit ne ndërtojmë familjen dhe vetë jemi familjarë dhe secili e dim se sa ndikon, do thotë, në ekonominë tonë familjare, që mos ta zgjatem më shumë është edhe pjesa që edhe koncentrimi të hyrave tona tani është orientuar për shembull në këtë pjesë që nuk na mbetet më as për kursime, as për raste emergjente, gjitha, pra me një mënyrë bie edhe cilësia e jetës së qytetarit në vend. Në përgjithësi, sipas informacioneve të fundit, ka ngritje, sidomos të lëndës së parë në prodhim, diku te 20%. Tani kjo bën një rritje të jashtëzakonshme edhe për gjitha këtë efektin domino që bëjmë këtë zinxhirin ndryshe. Po, unë edhe gjatë bisedës se kisha këto që ne do të na dyfishohen kosta e jetës, sepse edhe shërbimet që do i marrim, po edhe derivatet si derivat, do të jenë me çmime të larta, po ashtu për shembull, ndoshta edhe kompanitë shërbyese komunale, për shembull kotadione, për shembull shërbimet e termokosit, ujit, energjisë elektrike, gjithmonë ata mund me gjetë në arsye sepse kostoja
e prodhimit tyre ose aktivitetit tyre biznesor, po rritet që e mund me gjetë, do thot një arsyetim që më na rrit tarifat ose faturat edhe në këtë pjesë, që kjo thash tani vetëm shkon duke rëndu cilësinë e jetës së qytetarit në vend. Është e vërtet apo është krijuar një besim që menjëherë pas luftës Rusi-Ukrainë ka pas një rritje të jashtëzakonshme të çmimeve, dhe që këto çmime nuk kanë rro, në fakt, kanë mbetur të tilla. Edhe tani po e shohim edhe një rritje tjetër. Që këto çmime të rritura në para 3 viteve sa ishin, tash po e përjetojmë të njëjtën. E çka do t'i bëj më saktësisht kjo ekonomisë tonë? Qytetarit më saktë. Deri para pandemisë, nëse kthehemi pak në retrospektiv, ka qenë do thotë inflacioni që quhet i moderuar për afërsisht do thotë një shifror që quhet, do thotë më dalë thotë inflacioni 10% e tutje. Pra 9% e poshtë, do thotë llogaritë si diçka i shëndetshëm për ekonominë, sepse rritet standardi i qytetarit, don me ble ma cilësi, ma mirë, do thotë edhe më një mënyrë edhe rritet edhe konsiderohet si por kur flasim mbi 10% ju kujtohet që kohën e pandemisë dhe pak mas pandemisë do thotë u flet që një inflacion dikon institucionet e pranojshin 14%, por kështu disa institute kanë thënë që deri në 18% ka pas ngritje ka pas inflacion, që quhet inflacion galopant, pra dy shifror që shkon duke rrezikuar në fakt ekonomik, po në fillet e saj, sepse ajo dy shifror për 10 deri në 90 shkon. Mbi 100 në rrok hiperflacioni që e kaptan edhe depresionin ekonomik. Por ishin do thotë nuancat që më rendu jeta ekonomike. Mas pandemisë ishte diko që ra çmimet, por në momentin që do thotë ndodhi lufta Rusi-Ukrainë, edhe si rezultat e kësaj do thotë mes pa dashje isha gjithmonë efër, si më thonë, spekulimi ekonomik që po rriten çmimet, gjitha që përmend ke jo shufrat e hekrut, jo drithrat, jo ato, edhe me një farë mënyrë tash opinionit ju ka servu që ka pas një rënje të çmimeve. Por e rënje çmimeve duhet ta kem të qartë që nuk është më një shifrore. Po preti 14 ka rënë një 2-3 edhe na duhet me llogarit që nëse morëm atë çmim të mahershëm ne jena mbi 10% inflacion. Po. Sepse edhe nga ona dy shifror me fjalë tjera. Edhe nga ona faktike ne çu kemi bler në 2019 nuk mund të blem tani. Po. Pra dikon rreth 80% është rëndu i njëjta shportë e konsumit është 10%. Po, është rëndu me ato më herët. Kështu që do të jenë minus në ato. Kështu që në këtë drejtim tash, edhe tash, sepse është pak, nështë një krahasim mund ta merr dikush mundet me qenë banal, por që tek i fundet po e pranoj rritjen e çmimit të derivateve. Po rritjen e çmimit për shembull të perimeve, për shembull një kilogram speca apo domate mund t'i blenë sot 2-3 litra derivate. Që po ta marrësh kuptimin e drejt derivatet kanë gjithë përfshirje më të madhe, kur flasim edhe në biznes, edhe në jetë, edhe në ekonomitë familjare, ndërsa kur flasim në këtë drejtim, por është diçka që gjithë kjo fryrje të çmimeve nga ana bizneseve, nuk besoj që ka gjithë atë gatishmëri qytetari që të furnizohet aq shumë për këto çmime të fryera. Por si duke këto po funksionojnë dhe këto kartelat e pashkruara, oligopolet që njihen, po oligopolet e ke fundit kanë një lloj marrëveshje. Por kur flasim kartelat e pashkruara, për shembull këto kompanitë e derivate, rrjetet tregtare, qendra tregtare, pra me një farë mënyrë bini farë lloj ujdia se të pashkruar. Kur them pashkruar, ato nuk banë më shkruar, sepse në moment që shkruan nishen penalisht, por që me një farë mënyrë qytetari kudo që shkon me pas njëjtin çmim. Edhe në ekonomi tregut bin der, sepse në ekonomi tregut potencialisht asnjë biznes nuk mundet me pas çmimet e njëjta, ndërsa ne kur furnizohemi si tek eksporta e konsumit, si tek derivatet, përgjithësi e kem të njëjtin çmim dhe kjo të ban me ato i ka ato nuancat e kartelave që këtu ka do të thotë marrëveshje të pashkruara që qëllimi është që ato dalin me çmimet jashtëzakonisht të kënaqshme për anën e tyre, por që duke damtu shportën e konsumit të qytetarit,
po në këtë drejtim krejt që ka flasëm, ne vetëm mund të hamënsojmë, mund të gjykojmë në ato që çfarë shohëm, por në këtë drejtim do të del në teren institucionet e relevante që të përcjellin, por si duket ato janë shumë të prolonguara në aktivitetin e tyre që këto aq shpejt ecin, do thotë me si krahasoj me vidrite, sa ata janë shumë rapa që është e pamundër të përcjellen dhe kështu që për fat jo të mirë po na servohet kjo lloj cilësie jetës, pra a jam për me jetu në Kosovë, në gjithmonë marrë i thirrë me jetu në Kosovë, sepse te ke fundit e kim obligim me jetu, por që a jem për me ngrit mirëqenien e qytetarit, po pa dyshim, sepse thash, për atë arsye në institucione, për atë arsye kem shtet, për atë arsye do të thotë dikush do të me qenë kompetent që për mi kry detyrat e veta konform ligjit. Po mirë, me qenë se përmendëm pak më herët luftën Rusi-Ukrainë, tani për momentin lidhjen e mesme e kemi lëmsh. Situata nuk është ka duket mirë, nuk është ka përmisohet, dhe kjo e ka shtu edhe një tjetër stres, një tjetër pasiguri tek qytetarët. Të rasti, më stin të pjesa e geostrategjikës. Po. As po du më bo gjitholog, edhe nuk jo, po du as mira në ato. Po flasë së pakun nga ona ekonomike, ka posa efektin, po në parim, është dash me posa efektin më të madhe rasti i luftës së lindjen e mesme. Dhe për shkallëzimi i luftës atje, edhe më shumë mund të arendojë jetën ekonomike, sepse efekti i furnizimit me derivata është jashtëzakonisht jetek në pjesën e ekonomisë, mos flasëm të pjesa më përshkallëzu lufta që edhe më prek edhe ona e sigurisë. Por gjithmonë do të mbesëm dhe të pjesa e ekonomisë. Pra, potencialisht, edhe që ka na lidh ne, për shembull, edhe si vendu, potencialisht vlerësoj që e furnizimi me derivata është jetek për çdo ekonomi, në këtë rast edhe ne. Për shembull, një ndërprerje e bashkëpunimit me Rusi dhe me Ukrainë nuk e pengon fare shtetin tonë. Mundu ne me funksionu, po me na i ndalë derivatët, thjesht kolapson ekonomia e vendit. Po flasë me atë logjikën e ekonomistit. Kështu që në këtë drejtim është dashur edhe për mua është do të thotë problem është ky konflikt shoqëror që të ndalet, sepse edhe për shkak që ato ka viktima, po njëherët edhe siguria, po ashtu edhe ona ekonomike, po ka efektin e vetë. Aq më shumë ne si vendet të Ballkanit, kur nxerr do thotë shifra në vend ndërkombëtar që 1.4% bruto produktit botëror e zonë shtet Ballkani perëndimor, se jemi 6 shteta, 7 se jem. Kështu që ne këtë 1.4 na marrëm pjesë më spaku në këtë përqindje. Kështu që na si Kosovë, thash, jem aq pa përfillshëm që një lëvizje dikon nivel botëror, dikon tek ne. Ne jem sikur se një trup këta mjekët që e parashikojnë që kur nuk ka në fakt imunitet, një grip sa do i vogël e damton atë X personi. Kështu që ne do të me kuptu shumë drejt që fuqia jonë ekonomike dhe mekanizmat tonë, në fakt parandalus, janë të pa përfillshëm. Kështu që në këtë drejtim, ato se që ka ndodhë jashtë, nuk mund me ndalë eksternalitetet. Por mrena, ona internale jonë, ona e veprimit tonë si shtet, kështu mujtë, sepse tash kur jeti si shtet, me një farë si qeveri të mirën dhe të keqen e ndonë së bashku. Por deri me tani, për fat jo të mirë, nuk kanë të regu qeverit tona që me ndonë të mirën dhe të keqen së bashku me qytetarë. Për shembull, vetëm ju intereson në mbushja arkës së shtetit, sepse edhe tash, po t'i thuash, e zbritën e të vëshën, e gjonë atë arsyetimin edhe se zbrisme të vëshën, thot nështë ta bizneset nuk jullin çmimin, po ti për atë arsye je shtet, për atë arsye qeveri dhe ki mekanizm, ja ullë dhe të vëshën bizneset që furnizon me derivate, por me një farë i ja të regon me një farë edhe për ato marjën e fitimit, por që për shumë një ministresh e tregtis mjafton me dalë me një deklarat që ne do t'jem në interes të qytetarit, por nuk mbrojt interes të qytetarit me një deklarat.
ato ta kesh me një vendim edhe inspektorati do të jetë në teren, sepse askush nuk të përfil ty pse ti del me një anë deklarative. Unë mendoj këtë lloj logjike do ta njeh gjithë secili qeveritar në vend. Sipas kësaj që thua, nën kupton që nuk kemi mekanizma për të zbutur këtë zinxhir, këtë efekt zinxhiror social derivate, rritja e... Me letra dhe me ligj që kemi, do të kemi për mbrojtjen e konkurrencës, mbrojtjen e konsumatorit. Me letra i kemi, por? I kemi, edhe me ligj edhe janë njerëzit, por kjo është shumë e qartë. Zbatimi? Këto inxhinierët e hidroteknikës edhe të ujit e kanë një parim, thonë aty ku nuk ka klar, ka bakterje. Ose aty ku nuk ka polici, ka krem. Edhe këtu, përderisa kemë këtë çmim pa kontrolluar, pra shivit që nuk ka në fakt inspektorat në teren. Po mendoj kështu një logjike e shëndosh. Ndërkohë që përmende edhe bëre thirrje në fakt që duhet vazhdojmë të jetojmë në Kosovë. Por që kosovarët janë ata që po e ndjejnë më shumti situatën e rënduar ekonomike në vend. Ndoshta pak më shumë se vende tjera, e sidomos këto për rreth. Këtu do të tentoj që, se me thonë, me qenë sa më i qartë. Me vazhdu të kjo thirrja. Po të kjo thirrja. A ki obligim edhe me bë thirrja dhe vetë me qëndru është me patjetër, sepse shumë gjenerata janë damtu, janë sakrifiku dhe shumë viktime ka pas dhe shumë njerëz janë sakrifiku dhe luftën e fundit, po edhe më herët për të pasur një shtetë, ndoshta kanë shku edhe në botin tjetër ma dëshirën e flakt që me përjetu, me gëzu lirin dhe shtetin. Ndërsa ne do të llogarisim që jemi gjenerat me fat, që po jetojmë në një shtet, në një vend që është republik, që kemë pasaport tonë, që mi barazu me popuj tjerë, pra është një diçka që është e pa falshme, edhe është erturshme, për çdo kon me bathirje, aq më shumë po flasë në vetën e parë që në cilësinë e një profesorit, apo një mediumet, apo një diçka të tillë që të bajë thirrje që nëse nuk shë perspektivë më largu nga vendi. Kjo është një realitet që ka gatishmëri, por sa do të bënë thirrje në asnjë rrethon. Dhe tentimi dhe qëllimi është që të krijohen para kushte që njerëzit ta gjejnë vetveten, ta krijojnë perspektivën e vet, familjes, fëmijëve të vet në vendin tonë, sepse ky rast që na u ka dhënë për herë të parë në histori, sepse ne mund të flasim kështu ato farloj, si me thonë, ligjërata historike, por faktikisht ky vend për herë të parë, që është barazu me popuj tjerë, me shtetit tjera, është tani, sepse tani kemë shtet, tani jemi barazu me popuj tjerë, pa marrë parasysh se sa na nifet pasaporte në vend ndërkombëtar, tash ne dalim jashtë si qytetari i Republikës të Kosovës, as si ishtë Jugoslavës, në kohën e mas luftës me protektariat turmikut, pra është diçka që thash ne jemi me fatë si gjeneratë dhe në këtë drejtim do të me bëthire aq më shumë si ekonomist do të me tentu që me kriju para kushte ne që me gjetë qytetarit të ardhme në vetë në vend që sepse në ekonomi quhet një farë lloj terme dhe një lloj shprehje në fakt përparësi të krahasuese të një vendit. Secili vend në strategjinë e vet e nxjerr një përparësi krahasuese me një farë mënyrë çka ban më dallu me tjerë. Nëse flasim ne mbi këtë bazë për pasuritë nëntoksore, çfarë ka vendi jon, për shembull, për ne është shumë normale ne me pas çmim të lartë të derivatëve sepse ki import, por problema e madhe është me rastin e energjisë elektrike. Ne jemi vendi i 4 ose i 5 në botë për nga pasuritë e thëngjillit dhe ne të importojmë ne çdo është, ne të jemi një Kuvajt i Ballkanit që me një farë mënyrë me furnizu rajonin e Mezhyr me energji elektrike. Dhe thotë që nga mbasliu, dhe në 2008 ka dhëna që janë fut në kek dikon rreth 1 miliard euro. E mos flasim në bazë 2008-s. Pra ishin bë 2 stabilimente të energjisë elektrike që edhe për vete, për ekonomi, po edhe për transport dhe për eksport është fjala. Po ne kemi pasurit tjera nëntoksore që ai gjiganti Trepsës që një kohë do thotë ka qenë garantuesi shumë kontrata në ish Jugosllavi dhe sot ajo me qenë djerrin dhe me një farë mënyrë mos më mujt me majt vetveten, është e papranueshme nga ana ekonomike. Pra mbi këtë bazë ka mjaftuar edhe vetëm është si mungesë e kapitalit njerëzor, gatishmërisë politike që nga mbas lufta, po sidomos mbas pavarësisë që
të rivitalizohen, të rikthehet ajo fuqi ekonomike që Kosova do të ishte prapë do të thotë një superfuqi edhe nga ana e tregut do të thotë nivel ndërkombëtar tregtisë ndërkombëtare me pasuritë tona çfarë i kem, por e thash që në këtë rast nuk mungojnë pasuritë nëntoksore, nuk mungojnë mundësi dhe hapësirat, por vetëm kapitali njerëzor, kur them kapitali njerëzor me vullnet drejt dhe të mirë, sepse kur flasim nga ana e edukimit shkollor nuk mund të themi që jemi keq, por që edhe këto shkollat tona, do thotë edhe ata që po janë të edukuar dhe në vendet e caktuar si duket nuk po i kryjnë detyrat e veta që me qenë në interes të shtetit. Është krijuar një panik në mesin e qytetarëve? Nëse nuk jam gabim, pash që një nga këto ofruesit e derivateve kishte kthyer çmimet në çmimin i cili ka qenë, po themi ndoshta para një muaji. Dhe radha e veturave ishte enorme. Kjo në ekonomi tregut është tamam po vlerësoj që është dash me funksionu në ekonominë e tregut dhe në fakt në një konkurrencë shumë elastike. Që në momentin që nuk ka kërkesë, do thotë i bien çmimet. Kjo është shumë ju kujtohet në kohën e pandemisë kanë pas rast çmime deri në 70 cent litri. Sepse nuk ishte askush nuk leveske, ato bin çmimet është shumë normale. Por që përderisa ki kërkesë, mos prit që bien sepse cilla logjik e një tregtarit e pranon kur ka kërkesë dhe me ul çmimin. Është shumë kjo në ekonomi, po flas në ekonomi tregut, është shumë e pranueshme për mënyrën e funksionimit të fjalës, se nuk është ndoshta e drejtë, por kjo është një realitet që ndodh gjithandej. Tash krejt këtu varet që sa qytetari orientohet në bus urban, sa disa lëvizje tenton mi kry në këmbë apo diçka që me një farë mënyrë është detyrimisht ndikon edhe tek furnizuesit me derivate këto, por që krejt kanë varet tek pjesa e kërkesës. Për mu është shqetësim krahas kësaj është që nuk i cilësi mas parë në derivate. E dyshimi më i madh është aty. Nuk i siguri që atë furnizojnë me litër të ato çfarë ta sheh. Por du ta kem qartë që këto institucionet tona i kanë mbyll aktivitetin institute private që e kanë kontrollu cilësinë e këtyre kompanive. Ma të arsyetimin gjaj se do të bëjnë institutet e tyre në kodrët ministrive, por du ta kem qartë se këto e mbyll 2024, në dhjetor 2024. Këto bizneset derivatë e furnizojnë tregun në Kosovës, do thotë na jena në fund të marsit, që një vete e 3 muaj furnizojnë pa kontroll cilësisë. Dhe kur them pa kontroll cilësisë, mund ta merrem me mend që kanë mundur tek e fundit kam drejt të paragjykoj. Sepse më ka ra dikun më pyet që është kriju thot një lloj perceptimi, nuk është krijuar vetëm rastësisht, por ne jem të përballë që nga mbas lufta me këtë farë lloje dukurie shumë negative, që është diçka s'pa korrekte, por e thash gjatë bisedës se mos prit korrektësi edhe ndërgjegje tek biznesi. Për atë arsye krijohen institucione relevante edhe i ipen gjobat kapitale. Pra nuk i nevojë mi bë thirrje, vetëm i jep një gjob, ai do t'i ligjeron gjithë konkurrencës vetë që mos gaboni me bë këtë gabim se këtë lloj gjobe e merrni. Por me ligjerata ose me ato deklaratat përmes mediave të institucioneve tona nuk ndalet kjo lloj sjellje tyne. Cilat janë parashikimet për kohën në vazhdim, vitet në vazhdim dhe gjithashtu këshillat përfundit për qytetarët se si ti përballojnë ndoshta këto ngritje të çmimeve? Unë thash, pjesa e efektit jashtë Kosovës, do të thotë pjesa eksternale, do të thotë që mund të ndiku këto forcat globale. Po, është diçka që nuk kemi mundësi që ti tek pjesa që kanë atakon ne, do të thotë si shtet, si institucione, tash unë krejt çka mundëm, do të thotë si ekonomist në këtë rast që normal që me qenë nga dëshmeria e qytetarit për me jetu dhe mos jetë në Kosovë dhe bizneset me çdo kush me tentu që mos me dalë jashtë vendit, sepse për fat ju të mirë ka një nga dëshmeria të bizneseve për të larguar nga vendi. Qëllimi është që të kemë biznese të shëndosha dhe qytetar gatshëm me punu dhe me jetu në vend.
po ashtu edhe institucionet tona me rrit vigjilencën, me rrit gatishmërinë e tyre për mi kry detyrat e veta që konform mundësive që i ka shteti jonë, do të thotë ta mbron edhe biznesin, edhe qytetarën e vend, edhe ekonominë familjare. Sepse në shtetet demokratike dhe në ekonomi të tregut, nëse shteti nuk i mbron këto dy kategori, vetvetijo edhe performanca tina e qeverisë dhe shtetit nuk do të del mirë. Pra, bizneset fuqishme dhe qytetarë me cilësi të mirë të jetës në vend, rritet perceptimi, rritet gatishmëria për të jetuar në vend, për me krye aktivitetin e vetë biznesetore në vend. Kështu që aq ma shumë kohë merr me kriju para kushtet që me na ardhin investitor të jashtit, por ndoshta ishte edhe pandemia dhe këto 4-5 vite, pra llogaritë prej 2019 se këne do thotë ma nuk flitet për investitor të jashtit për shumë arsye dhe për shumë rrethone që qeveria jep arsyet e veta, por që du ta kem qartë që nëse Ukraina dhe lindja kanë qenë luftë, ne nuk kemi qenë luftë. Potencialisht ne një shtet jem normal, por që kemi ditë me kriju drama edhe si politikë në vend, edhe që nuk ka pas nevojë. Vazhdueshme edhe atë. Po, me ose pa arsye, por që thash kush po dëmtohet qytetari dhe biznesin e vend që si ekonomist gjithmonë jam në ato që më qenë në mes të optimales dhe pesimizm. Me një mënyrë, mos më qenë shumë optimist, edhe mos më qenë pesimist, me qenë realist. Me mbajt një balancë, një neutralitet. Por për fat jo të mirë që këto rrethona pakta kanë krijuar dozën e pesimizmit. Po tham në ato se është një thonje kështu e ekonomistëve që thotë dallimin mes pesimistit dhe optimistit është që pesimisti ka ma shumë informata se sa optimisti. Kështu që kur i ki informatat ma shumë krijohet edhe friga ma madhe. Kështu që ne këtë drejtim do ta kenë qeveritarë tonë se nuk ta fal bota, nuk ta fal tregtia botërore, me një mënyrë nuk të shetë si ke qenë protektoriat tash i shtet. Si cili tenton me shkel tjetër në tregti. Pra në këtë drejtim do të krijohen mekanizma dhe parakushtet që me pas do të një ekonomi sa më të shëndosh në vend. Të falenderoj për gjitha këto, Mustaf, kënaqësi që u pata në studio dhe po shpresoj që të shihemi edhe hera tjera pse jo për diskutim. Faleminderit shumë.